Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit, miq dashur. E nisëm që në mëngjes me ritme latine sot për t'ju shoqëruar në një ditë me shi, ditë vështirë, siç u tham, sepse edhe rrugët janë zëna për shkak të vizitës së zonjës Clinton sot në kryeqytet. Pak më vonë do t'tregojmë edhe itinerarin e plot, por jo shumë më vonë, se e di që keni nevojë ta dëgjoni tani, por ka ndërprerje në sa vende nuk lejohet parkimi, me qira fjala në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Karro Atreci ka dalë tani dhe po heq makina. Ndërkohë që ne flasim, ju nëse keni makina atje dhe ju themi që ishin 3 makina, por nuk I morëm targat, që nuk do të jenë. Që ikin, nuk do të jenë atje. Dhe ai ta gjesh atë, megjithëse e gjen, po më duket është nysberisht. Me pak kërkim te dogana. Atë shishin te dogana. Te dogana I duhet të harxhosh një ditë kohë edhe disa lekë. Ata nuk janë parkuar keq. Jo, nuk janë parkuar keq, po tani ata janë njoftuar, kanë përshtypjen. Ka një gjë që e vinte re edhe dikush që shkruante ditë e peshku pa ujë ndark dhe në një farë mënyre, okay, ka drejt. Në kohën që I rezervohet, domethënë kur mbulohet biseda e Clintonit, flas për mediat, flas për lajmet. Do vi zonja Clinton, mirë se të na vi etj. Edhe merret çka ka bërë në Kosovë, kur ishte në Bosnjë, çka do bëjnë në Tiranë, kë do takoj, çka kanë thënë këta, kush do vinë në kuvend, po sikosh gazetat sot janë mbushur kështu. Domethënë lën merr një 10-15 minuta me këtë punë, edhe lën pastaj 30 sekonda për gjithë qytetarët e Tiranës që arrin 1 milion vet, që thonë që hey, me qira fjala, nuk do të parkoni dot as nuk do të ketë qarkullim në 1 2 3 4 5 6 7 8 rrugë. Por lihet në fund fare, I jepet 30 sekonda kohë, edhe me kaq mjaftohet diçka e cila prek direkt të nesërmen publikun. Ata dëgjuesit e lajmeve, ata teleshikuesit e lajmeve. Jetën e atyre të përditshme. A ka mundësi televizionit me çik më gjatë me këtë pjesën e parkimit, sepse do të çojnë njerëzit, fëmijët në shkollë të nesërmen, në kopshte, në çerdhe, ata shkojnë vetëm në punë dhe ju betohem o redaktor të lajmeve që u intereson se si do t'i bien, e u intereson për kalamajt e tyre, a do arrin dot, as do arrin dot me atë furgonin në shkollë. Nuk u intereson vetëm se çfarë I tha Yahyaga Clintonit etj, çfarë do I thot Berisha, Rama apo Fiqua, ku diun kush do ta takoj tjetër. Kështu që merrni çik edhe me njerëzit, se janë 1 milion qytetarë që sot kanë vështirësi për shkuar në punë, edhe do ishte mirë sikur të kishin më shumë informacion, se nuk kemi dhe kulturën që të shkojmë gjërat një ditë përpara, e duam çik më me forcë. Po jo, vetëm 30 sekonda, sa për thënë që dilma tanë. Po, nejse, kjo është thjesht ideja ime. Jeri tani ka kalendar. Kjo është ideja dhe imja. Okej. Dhe gjithë besoj. Unë kam shpresë që shumë vetë ta marrim vesh. Është praktike, është e nevojshme. Nuk do të thotë që vizita le të kemi sa duash, ndalime do të ketë. Kam parasysh që nuk është e lehtë. Kjo është pjesë normale. Një sekretar I shtetit do siguri, patjetër që do. Unë kuptoj gjithë, I mirë kuptoj. Po merruni çik mediat ose merruni çik policia më shumë me alternativat që njerëzit do të kenë atë ditë, sepse jeta vazhdon. Edhe kur kalon këtej zonja Clinton për 4 orë. E vërtet. Po, dhe shiu bie tani dhe problemet janë reale. Dhe shiu bie pik.